Jo LDK-ja. LDK-ja ju e dini që është rrudhur jashtëzakonisht. Dhe LDK-ja pritet që të ketë përplasje brenda saj, sepse thjesht votimi për votbesimin e Zotit Abdi Xhiku mori aq pak vota, megjithëse ato e mundsuan rizgjedhjen e tij, sa tregon që LDK-ja nuk është monolite si parti. Dhe Zoti Abdi Xhiku llogariste shumë mirë bashkë me zonjën Osmani që të themi ky aliazh me vetëvendosjen do mundsonte nëpërmjet posteve që partia të qetësoj, të freskoj, të tregonte interesat e veta. Kurse PDK-ja, për shkak të ligjërimit të ashpër që kanë mbajtur, duket se një farë mënyre po zhyte në këtë pjesën e Moçalit të madh. Me çka kuptoj, Kosova mundësit më të mëdha i ka për në qoftë se nuk bëhet një zgjedhje këtyre orëve, të cilët ne të dy nuk mundemi ta gjejmë nesër me gjatë, sepse është parashikuar një takim. Duket që përpjekja më e madhe është për ta shtyrë Kosovën prapë në zgjedhje të tjera. Dhe mundësisht gjatë kohës që llogaritet që vinë. Dhe opozita, Aleanca dhe PDK-ja akuzojnë vetëvendosjen se synimin e tyre kryesor kanë pikërisht këtë, ta çojnë sërish Kosovën në zgjedhje. Po a ka interes politik Zoti Kurti për të shkuar sërish në zgjedhje? Ka për arsyeën e vetme që... Dhe nëse zgjedhjet zhvillohen brenda pak muajsh, kush është më i favorizuar, vetëvendosja apo opozita? Është prapë vetëvendosja, sepse ju tha diçka shumë të arsyeshme pak më parë. Në momentin kur ai përdor këtë lloj retorike që thotë, hajde të gjejmë një njeri konsensual, po ky njeri gjithmonë anon nga interesat e vetëvendosjes, pa çka se jashtë thuhet kështu, në një farë mënyrë për publikun i cili keni parë diçka, publiku vetëm merr informacion, nuk e përtyp informacionin. Publiku më shumë është edhe mbas titujve të informacionit. Sepse logjikisht mund të thonë që çfarë interesi ka PDK-ja. Por PDK-ja ka interes shumë të madh që të ketë zgjedhje. Sepse mbas 16 shtatorit askush nuk parashikon fatin e njerëzve të tyre në, të themi, në Hag. Nga ana tjetër, askush nuk di që AK-ja do e ruaj dot këtë trend apo jo, që t'jetë një lloj jo kingmaker, po t'jetë një lloj makeri në këtë mozaik. Dhe nga ana tjetër, do mundet dot të përballoj një palë zgjedhje të tjera në këto kushte LDK-ja e cila po rrudhet, ndërkohë që në Kosovë nuk e besojnë aq shumë si formacion politik. Më duket që Kosova po kalon në një absurd shumë të madh. Dhe absurdi më i madh është sepse ata që kanë investuar për Kosovën po shohin që është një projekt që nuk është projekt, më vjen keq ta them, aq efikas. Ndërkohë që ne që jemi shqiptarë dim se me sa gjak është bërë ajo, se me sa mundim është bërë ajo, dhe çfarë ëndre ka qenë për aq patriot kosovar që të kishin republikën e tyre. Sa ndikon rezultat ose vendimi 16 shtatorit për ish-krerët UÇK-s, që urojmë dhe shpresojmë të shpallen të pafajshëm, tek Partia Demokratike e Kosovës, tek pesha e saj elektorale, nëse Kosova shkon sërish në zgjedhje? Në qoftë se verdikti do jetë pozitiv, PDK-ja do ketë një rritje të madhe, sepse do kenë në projekcion ardhjen e këtyre njerëzve, që e njohin, që din çfarë është politika, që njohin nga ana antropologjike politikën kosovare. Në rast negativ, kjo do jetë një goditje shumë e madhe për PDK-n, për vetë zotin Hamza, sepse do duhet që PDK-ja të riformatohet me kushtet e reja të Kosovës, sepse unë besoj që në qoftë se do ketë verdikt jo aq pozitiv për njerëzit e UÇK-s dhe me çfarë shikoj nga mënyra se si ata po mbahen, se si po shtyhet procesi, që ka dhe ata anën pozitive që thuaj që gjykata po reflekton realisht mbi masën e akuzave që ka ndaj tyre. Në rast, po ju them, gjithmonë negativ atyre PDK-s do duhet të riformatohet mirë për projekcionin e PDK-s të së ardhmes, për mënyrën se si do shikohet lufta UÇK-s në të ardhmen. Keni parë diçka që lufta në UÇK-s e kanë goditur më shumë to formacione që janë
atje, pa mëshirë, me cinizëm, me fjalë që ndoshta do ishin të tepërta ti përmendim. Mirë, zoti Antoni thatë që zgjedhjet e reja në këto momente i synon vetëm vetëvendosje. Po, janë më të përgatitur. Po, por përse? Për një rezultat më të mirë? Jo, me qa shikohet... Se 100% ata kanë arritur votave është e pamundur që të fitoj. Kanë arritur diçka, kanë arritur diçka që një nga formacionet kryesore që i konkuronte ata dhe që kishte një tis intelektual dhe që mbulonte pjesën e djathtë në ideologji, sepse vetëvendosja duam apo nuk duam është parti e majt dhe që janë shumë korrekt në pjesën ideologjike. Të majt dhe shkojnë pak drejt ekstremit.